Krishtlindja është festuar në qytetin e Korçës, aty ku me qindra besimtarë ortodokse e turist kanë marrë pjesë në meshën e mbajtur në Katedralen Ngjallja e Krishtit. Mitropoliti i Korçës, Imzot Anastasi, në urimin e tij është lutur për paqe mes njerëzve dhe Perëndis, duke kërkuar që mirësia të përkthehet në vepra. Paqe midis Perëndisë dhe njeriut, paqe brenda vetë njeriut, paqe e njeriut me gjithë krijesën. Kjo paqe nuk imponohet, ajo lind aty ku pranohet Krishti. Paqja ndërtohet me përullësi, me dialog duke hequr dorë nga ajo që na takon, me respekt për tjetrin dhe me refuzim të çdo forme urrëtieje, dhune apo përçarjeje. Në një botë të trazuar dhe të polarizuar, Krishti lind për të na bërë ndërtues të paqes dhe shërbëtor të pajtimit. Besimtarët kanë uruar për Krishtlindje të bardha, ndërsa të shumt kanë qenë turistët që kanë vendosur të kalojnë këtë sezon në juglindje. I'm from Germany. Unë jam i martuar me një korçare, por jam njëkohësisht edhe ortodoks gjerman. Kështu që kënaqësia ime është e dyfishtë. Ajo që lutem për Shqipërinë është paqja. Paqja na duhet në zemër. Unë do të shirojë sot kjo të jetë një ditë e bekuar për secilin, edhe është një ditë drite, sigurisht, edhe ajo ka prezencën e lindjes shpëtimtarit Krisht. Zoti e dërgovi Krishtin në trajt mishin, që kushdo që beson në të mos u mbas por të ketë jetë përjetshme. Ky thot shkrimi, unë do të shiroj për secilin gëzuar Krishtlindje, edhe një ditë të bekuar, edhe të paqë për secilin, të mbushur me shumë shpresë dhe dritë. Zoti beqojë. Krishtlindjet kudo që janë shqiptarët, edhe shëndet edhe mbarësi. Shumë mirë, ja, si që na shikon, gjëra të mira. Gëzuar Krishtlindjet për të gjithë, gëzuar dhe shëndet. Ditën e kalojmë, se ne jemi pensionista, e kalojmë në shtëpi, pastaj dalim, lëvizim, lezim në qiri, këtë në kish, më bëhet shefi që ka shumë njerëz. Më bëhet shefi, o zemra, gëzuar të gjithëve, të kemi shëndet në familjet tona, me fëmijët, me nipër, me mbesa, me tëra që kemi. Në pak ditë, nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, kanë hyrë mbi 30.000 shtetas.